Dubai, Nureddin Dumanit mbetet në qeli. Gjykata e posaçme vendosi vasin e sigurisë arrest në burg për dashnor Dumanin, i cili u ekstradua nga Dubai 2 ditë më parë. Dumani akuzohet i përfshirë në masakrën e Bradasheshit në 2018, ku u vran 3 të afërm të Erjon Alibejait, po ashtu ai akuzohet edhe për grabitjen e 3,4 milion eurove në Rinas. Gjykata e posaçme ka lënë të pandryshuar masën e arrestit në burg për dashnor Dumanin, vëllain e bashkëpunëtorit të drejtësisë Nureddin Dumani, që akuzohet për vrasjen e 3 fish në vitin 2018 në Bradashesh, si dhe për grabitjen e parave në pistën e Rinasit në prill të 2019-s, ndërsa për Armis Stafën gjykata ndryshoi masën e sigurisë nga ajo e arrestit në burg në arrest shtëpie. Stafa akuzohet nga prokuroria si pjesë e organizatës kriminale të çopjave, i dyshuar se pastronte paratë e saj ndërmjet shitblerjes automjeteve. Asnjëri prej të akuzuarve nuk dha sqarime në gjykatë, por u përfaqësuan nga avokatët e tyre mbrojtës. Mësohet se gjatë seancës me dyert të mbyllura për Dumanin dhe Stafën nuk është zbatuar procedura e ekstradimit, por ata janë sjellë nëpërmjet procedurës së deportimit apo dëbimit nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Mësohet se Dumani u arrestua për prishje të qetësisë publike dhe bashkë me Stafën mbërritën të mërkurën në Shqipëri përmes një fluturimi tranzit nga Turqia. Për dashnor Dumani në vitin 2024, gjykata e posaçme ka caktuar masën e arrestit me burg për veprat penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese, vjedhje me armë dhe mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municioneve, kryer në kuadër të organizatës kriminale. Dumani akuzohet si pjesë e grupit që morën pjesë në masakrën e Bradasheshit, ku u vran Endrit Alibej, Xhaxhai Tiar, Ben Dulqeri dhe shtetasi turk Erdal Durunaj. Ndaj tij ka një masë sigurie edhe për grabitjen e parave në pistën e aeroportit të Rinasit në prill të 2019-s, ku bashkë me shtetasin Altin Doci ka djegur një nga automjetet e përdorura gjatë grabitjes. Në këtë ngjarje, gjatë përplasjes me policin, u vra Admir Murataj. Në të njëjtën kohë, dashnor Dumani rezulton të jetë dënuar me 4 vite e 4 muaj burg për armbajtje e paleje, dënim nga i cili i kanë mbetur për të shlyer 1 vit e 4 muaj. Ndërsa Armes Stefa, sipas hetimeve, rezulton se është pjesë e organizatës së vëllezërve Franz dhe Hajdar Çopja. Përmes shitblerjes së makinave dyshohet se roli i tij në grup ka qenë për pastrimin e parave që rritnin nga veprimtaria kriminale, kryesisht ajo e trafikut të drogës. Një i ri është ekstraduar nga Spanja pasi ai akuzohet në vendin tonë për një tentativë vrasje në qytetin e Kukësit. Do të flasim pikërisht për këtë zhvillim me kolegun Ervin Leka. Ervin, të përshëndes për të rikujtuar edhe një herë kush është personi i cili është arrestuar dhe është ekstraduar nga Spanja drejt Shqipërisë dhe për të rikthyer në vëmendje edhe ngjarjen në të cilën ai është i përfshirë. Një tjetër i shumë kërkuar nga ana e drejtësisë shqiptare bëhet fjalë për Sorel Cenajn, i cili është ekstraduar ditën e sotme nga Spanja për në vendin tonë për shkak se rezulton me masë siguri arresti me burg lëshuar nga ana e gjykatës së Kukësit për një ngjarje në fakt të ndodhur në vitin 2023, ku Sorel Cenajn, 23 vjeçar, ka goditur dhe ka tentuar që të vrasë një tjetër person bashkëmoshatar të tij në lagjen numër 5 në qytetin e Kukësit brenda një lokali dhe pikërisht për këtë ngjarje pra ai është të caktuar edhe masa e sigurisë së arrestit në burg për sa i përket vrasjes dhe në të kalim të vetmbrojtjes, mund të themi, paktën kjo është akuza që është ngritur nga ana e gjykatës, por edhe për sa i përket mbajtjes së armëve të ftohta për ngjarjen e ndodhur në vitin 2023. Kanë qenë autoritetet shqiptare që kanë lokalizuar edhe Cenajn pra në zonën e Spanjës, ku pak ditë më parë është arrestuar nga ana e policisë atje, ndërsa mendimin e Interpolit është ekstraduar në vendin tonë dhe pritet që të dalë para gjykatës së Kukësit për sa i përket tentativës së vrasjes që ka kryer në vitin 2023. Kuptoj. Mirë, ndërkaq një tjetër i ri, por që është arrestuar në Shqipëri, në Tiranë nga policia pasi aty është gjetur drogë në automjetin e tij. Kush është ky person dhe si është realizuar operacioni për kapjen e tij, le të themi? Ka qenë një ndërhyrje mbrëmjen e dieshme në fakt për të ndaluar një automjet ku dyshoheshin persona të përfshirë në ngjarje kriminale apo me precedent penal dhe brenda saj rezulton se ka qenë Krisal Kundraxhi, 38 vjeç, banues në Tiranë dhe brenda këtij automjeti është kapur një armë zjarri tip pistolet, është kapur një sasi prej 300 gram kokainë që në fakt në vlerë tregu do të kapte shifrën e 30.000 eurove nëse do të shitej, por edhe një sasi prej më shumë se 100
kokra ekstazi, që po ashtu do të kapnin rreth 10.000 euro nëse do të shiteshin në tregun e zi. Po ashtu janë kapur municione luftarake, por edhe një peshore që si duket i shërbente 34 vjeçarit, ndjes 38 vjeçarit pra për të shpërndarë lëndën narkotike. Në fakt, Krisalt Kundraxhi është një person i njohur për autoritetet, pasi edhe në vitin 2016 është arrestuar si pjesë e bandës së të fortit të Myslimshyrit. Në atë kohë u arrestua bashkë me Gjergj Sukalin dhe 6 persona të tjerë dhe ky ka qenë pjesë e atij grupi, por si duket nuk është tërhequr nga kryer veprave penale për sa i përket shpërndarjes së lëndës narkotike. Bashkë me të është arrestuar edhe Jurgen Kovaçi, 34 vjeç, pasi ka qenë në të njëjtën makinë dhe akuzohet për sa i përket veprës penale të moskallëzimit të krimit. Mirë, Ervin, faleminderit për këtë informacion që përsoi sa i përket edhe këtyre dy zhvillimeve. Një aksident rrugor ndodhi në orët e para të mëngjesit të sotëm në aksin rrugor Fier-Lushnjë në afërsi të pushimit të shoferit. Një makinë tip Benz e drejtuar nga një 24 vjeçar është përplasur me një furgon pasagjerësh. Shpejtësia e madhe e lëvizjes ka bërë që Benzi pas goditjes të thyej barierat e hekurta dhe të marrë flak përgjatë autostradës, duke u djegur plotësisht. Fatmirësisht kanë shpëtuar 4 persona që udhëtonin në Benzin që u doq, ndërsa në furgon udhëtonin drejtrinasit 7 pasagjerë dhe drejtuesi i mjetit. 2 prej udhëtarëve janë dërguar në gjendje të rënd shëndetësore në spitalin e Lushnjës. Gjermania vlerëson hapat e Shqipërisë në rrugën e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Ambasadori i Gjermanisë thotë se Shqipëria ka bërë përparim rekord në negociatat me Brukselin dhe një punë të shkëlqyer për 4 grup kapituj të hapur deri tani. Diplomati i Berlinit thekson mbështetjen e Gjermanisë për qeverinë shqiptare. Ambasadori gjerman në Tiranë, Karl Bergner, shprehet optimist se Shqipëria është në rrugë të mbarë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Congratulate Albania and the Albanian government actually for opening. Me hapjen e 4 nga 6 grup kapituj të negociatave, Shqipëria ka bërë përparim rekord. Ekipi negociator po bën një punë të shkëlqyer dhe jam i bindur se edhe 2 grup kapituj të mbetur do të hapen deri në fund të vitit. Megjithatë, sipas kryediplomatit gjerman, donte në një moment kyç procesi i integrimit. Në këtë fazë përballet edhe me sfida. Është si një ndeshje futbolli. Para se të fillojmë, mendoj për taktikat, por ku bie bilbili i parë, loja ndryshon. Kjo kërkon më shumë energji për të gjithë. Ambasadën tonë, qeverinë shqiptare, për këtë arsye, ne do të vazhdojmë të përforcojmë bashkëpunimin. Teksa thekson mbështetjen e Gjermanisë për qeverinë shqiptare, ambasadori tregon prioritetet që duhet të ndjekë Shqipëria dhe fokusin në rrugën drejt integrimit. Sundimi i ligjit, qeverisja dhe lufta kundër korrupsionit janë thelbësore, si për Bashkimin Evropian, ashtu edhe për qytetarët shqiptar që na kanë shprehur këtë shqetësim. Jam optimist që Shqipëria do të arrijë shumë prej objektivave që ka vendosur për veten dhe ne do të jemi këtu për ta mbështetur. Këtë muaj pritet që Shqipëria të hapë grup kapitullin e 4 që përfshin agjendën e gjelbër dhe ndërlidhjen e qëndrueshme. Ndërsa brenda vitit qeveria synon edhe hapjen e grup kapitullit të fundit të mbetur, ai për sektorin e bujqësisë. Orikumi është një nga zonat e frekuentuara nga pushuesit. Plazhet e zonës dhe çmimet e arsyeshme tërheqin shumë qytetarë vendaze të huaj. Megjithatë, disa prej tyre kërkojnë nga bashkia më shumë ndërhyrje për pastrim dhe mirëmbajtje. Plazhin e Orikumit fundjava e gjen mbushur me pushues. Kryesisht janë familjarë që e zgjedhin për qetësinë që ofron. E kemi më të letëdhim. Tash në këtë periudhë që s'ka shumë njerëz, është më qetë. Ti je i pasër? Kemi djalin këtu me fjalë. Na mori një shtëpi me qira këtu, 15 ditë. Mua më pëlqen shumë. Të huajt përveç detit të rriqen dhe nga çmimet e favorshme. Da Torino? Vi nga Torino, Itali. Kjo është hera e parë që vi në Shqipëri. Do të qëndrojmë rreth një muaj. Kemi ardhur për detin. Është vend i bukur. Ata që kanë zgjedhur plazhin publik kërkojnë nga bashkia më tepër ndërhyrje në infrastrukturë dhe në pastrim. Pjesa privatit është privat, kurse këtu duhet ishte më pas. Mirë, ka nevojë akoma për investime do të janë. Me sa kemi dëgjuar projektet janë, domethënë nuk e di se po do të përfundojnë, po shpresojmë për më mirë. Sidoqoftë është qetë, është për familjar. Gjithsesi, Orikumi mbetet një nga destinacionet e pëlqyera dhe për këtë sezon veror. Pijet energjike mund të jenë të dëshiruara, por ata janë shumë të dëmshme për shëndetin e fëmijëve dhe adoleshentëve. Mjekët thonë se ato shkaktojnë probleme kardiake tek moshat e vogla dhe vënë re se numri i fëmijëve me këto shqetësime po shtohet. Dëmet në shëndetin e të vegjëlve sipas mjekëve mund të jenë afatgjate apo të parikuperueshme.
Në këto ditë me temperatura të larta, kur mendohet se konsumi i pijeve energjike mund të zbehet të nxehtin, efekti mund të jetë më tepër i dëmshëm se i dobishëm, aq më tepër kur përdoren nga më të vegjëlit. Mjekët ngren shqetësimin se numri i fëmijëve që po shfaqin probleme kardiake nga konsumi i pijeve energjike po shtohet. Shohim që dhe në konsultat tona të urgjencës pediatrike, të kardiopediatrëve të tjerë, është shtuar numri i fëmijëve të cilët vinë me ankesa ose me shqetësime pikërisht nga konsumimi i këtyre pijeve energjike. Problemi është që gjithmonë më tepër po ulet mosha e konsumimit të këtyre. Por shohim që dhe fëmijë edhe 8 vjeç, edhe diçka 9-8 vjeç konsumojnë pije energjike. Shefja e kardiologjisë pediatrike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, Numila Kuneshka, tregon se nuk kanë munguar as rastet kur fëmijët kanë pasur nevojë për shtrim në spital. Vetë prindi ose fëmia referon që ka konsumuar 1 ose 2 kanaçe të pijeve të ndryshme energjike dhe i gjejmë të shtruar në spital me takikardi, prerafje të shpejta, me gjendje diskomforti, me dhimbje gjoksi e të tjerë. S'ka pasur problem tjetër? Ekzaminimi kardiologjik ka qenë absolutisht normal. Për çfarë mosha bëhet fjalë? Kanë qenë të moshës 10 dhe 12 vjeç. Nuk haroj një fëmijë 16 vjeç që erdhi me një hipertension arterial shumë të rritur, 18 me 12 mm shtyllës zhivës, që ishte një gjendje alarmante dhe e referoj vetë që unë konsumova 2-3 pije energjike dhe u paraqit në urgjencë me këtë situatë. Ndikimet negative në shëndet të pijeve energjike sipas mjekes janë të shumta dhe serioze. Një kanaçe pije energjike është baraz me 2 kafe ekspres ose me 4 kafe të mëdha filtri. Një përmbajtje lartë kafeine në moshën pediatrike është shumë e dëmshme. Pse? Sepse shton rrahjet e zëmrës, shton ankthin, shton shqetësimin, fëmijët janë të papërqendruar. Së dyti, ka një përqindje më të shumë të lartë të sheqerit, e cila ndikon negativisht si në obezitet, në prishjen e dhëmbëve dhe gjithashtu dhe për një prekursor për shtimin e riskut për diabet të tipi 2 në moshë më të rritur. Këta fëmijë mund të shkojnë deri edhe në kriza epileptike nga përdorimi i shumtë i pijeve energjike. Shoqata Amerikane e Pediatrisë dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ndalon konsumin e pijeve energjike deri në moshën 18 vjeç. Në Shqipëri, tregtimi i tyre tek ata që nuk i kanë mbushur të 18-at është i ndaluar. Në këtë situatë, mjekja ka një mesazh për prindrit. Prindit duhet të jetë i vetëdijshëm, të mos i jap lek fëmijës për të bler pije energjike ose t'ja blej vetë. Duhet të bëj një punë shumë graduale, po kjo punë nuk fillon në moshën 13 vjeç kur fëmia fillon të pi pijet energjike, po fillon që në vogli. Pra, duke i rekomanduar që uji është pija më e mirë. Jemi rikthyer në studio, vjoj me lajmet. Shpirti i Ballkanit zbret në Korçë. Festivali Folkur mlodhi për të 7-ën vjet në qytetin e traditave. Artistë nga vendet të Ballkanit që prezantojnë kostumet popullore, këngët dhe vallet e trashëgimisë kulturore. Festivali gjallëroi mbrëmjet në qytetin që frekuentohet nga shumë turistë huaj. Shpirti i Ballkanit zbriti në Korçë mbrëmjen e të premtes. Festivali Folkut Ballkanik me këtë emër solli dhe këtë vit ngjyrat e kostumografisë, muzikën dhe vallet e grupeve nga Shqipëria, Greqia, Malizi, Kosova, Rumania, Bosnia e Hercegovina. Shfaqjes së artistëve në rrugë dhe sheshin e pazarit të vjetër ju bashkuan qytetarë dhe vizitorë të shumtë, çfarë e ktheu Korçën në një skenë të madhe të harmonisë dhe vlerave të shpirtit ballkanas. Edicioni 7 i Festivalit Ballkanik, veç valleve burimore të traditës, do të sjellë edhe grupet muzikore më të mirë në rajon. Përveç ansambleve folklorik që sjellin vallet burimore të gjithë Ballkanit, një traditë e jashtëzakonshme që ne kemi, do të kemi edhe shumë banda muzikore. Kjo është për herë të parë. Ky festival përashtrihet në 2 ditë, i cili do të sjellë bendet më të mira ballkanike. Pjesë e Festivalit të Folkut Ballkanik u bë edhe një grup artistësh nga Franca.
Jemi të lumtur që jemi këtu. Është hera e parë që vim në Shqipëri. Vim nga Franca, nga zona e Savojës në Alpet franceze. Do të sjellim kërcime tradicionale të vendit tonë. Jemi të lumtur që jemi këtu. Njerëzit janë mikpritës. Jemi grupi që vjen nga Franca, nga provinca e Savojës, afër Italisë dhe Zvicrës. Jemi këtu sepse këtë vit është një kremtim mes Shanberisë dhe Korçës. Jemi këtu për paradën për të demonstruar kërcimet e Savojës. Savoja është një pjesë që ju kthye Francës në 1870, ndaj është e rëndësishme që t'ju tregojmë të rinjve të gjitha vallet dhe traditat e vjetra të vendit. Vim nga Franca dhe përfaqësojmë rajonin e Savojës dhe qytetin e Shanberisë. Do të sjellim një prekje perëndimore për vendet e Ballkanit që përfaqëson këtu sot. Korça është një qytet shumë i bukur, mikpritës, me njerëz që janë shumë të sjellshëm dhe me ushqim të mirë. Festivalet të tilla janë të rëndësishme sepse bashkon tradita të ndryshme dhe ne jemi një plus për këtë festival dhe jemi ndryshe nga kulturat e tjera dhe është bukur të zbulojmë. Aktiviteti do të vijojë dhe gjatë fundjavës me performancën e grupeve folklorik dhe muzikor në pazarin e vjetër. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, por më tepër ju ftoj të klikoni në webin ton abcnews.al për të tjera zhvillime në radio na gjeni në frekuencat 105 FM. Bashkë do të shihemi sërish në lajmet orës 15. Faleminderit që na ndiqni.